Por çfarë ka ndodhur me të vërtetë? Ndërkohë që Ministria shprehte dakordsinë për ndryshimin e marrëveshjes nga FTL drejt kesh me shkresën numër 3218 fraksion 2, datë 14 qershor 22, qeveria shqiptare një javë më herët, në datë 9 qershor, kishte ndryshuar mënyrën e trajtimit të disbalancave të shkaktuara nga prodhuesit me përparësi të energjisë elektrike dhe kostot përkatëse për mbulimin e tyre. Vetë Karavasta Solar është një prej mbi 300 prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike nga burimet rinovueshme. Pra në vendimin e ri numër 398/22-shit, Këshilli i Ministrave përcakton se operatori i energjisë rinovueshme, si drejtuesi i grupit balancimit, do të ndajë kostot mujore të balancimit sipas energjisë prodhuar nga secili pjesëmarrës. Funksionet e këtij operatori i realizonte atëherë edhe sot FTL, furnizuesi tregut lirë, i cili pas një jave hoqi dorë nga marrëveshja me Karavasta Solar dhe ja kaloi kesh. Të gjithë prodhuesit e tjerë ngelën pjesë e grupit të balancimit të udhëhequr nga FTL. Deri këtu, duke sikur Karavasta Solar kishte bërë bingo ende pa hyrë në prodhim, pasi kishte hyrë në grup balancimi me atë që ofron shërbimin e mekanizmit të balancimit për të garantuar qëndrueshmërinë e rrjetit të sistemit elektroenergjetik shqiptar, pra Kesh SHA. Emisioni Plug analizoi bilancet e kompanisë Karavasta Solar dhe në raportin e Grant Thornton për vitin 23, në faqen 21 të këtij raporti, gjenden informacione shumë të rëndësishme. Lidhur me kontratat për marrëveshjet e blerjes së energjisë, PPA, shoqëria ka kontrata derivative të iniciuara në datat si më poshtë. Kontrata me datë nënshkrimi dhe tregëtie 13 korrik 2022, e cila ka si kohë efektive periudhën 1 shkurt 2024, 31 dhjetor 2033. Sipas kësaj kontrate, Karavasta do të arkëtojë flukset fikse bazuar në çmimin e dakordësuar prej 150 euro për megavator për periudhën e parë, 88 euro megavator për periudhën e dytë, 66 euro megavator për periudhën e tretë dhe 44 euro megavator për periudhën e katërt. Kontrata me datë nënshkrimi dhe tregëtie 16 nëntor 2023, e cila ka si kohë efektive periudhën 1 janar 2024, 31 janar 2024. Sipas kësaj kontrate, Karavasta do të arkëtojë flukset fikse bazuar në çmimin e dakordësuar prej 107 eurosh për megavator. Amendimi numër 1, me datë nënshkrimi dhe tregëtie 14 dhjetor 2023, e cila ka si kohë efektive 1 shkurtin 2025, 30 qershor 2025. Kjo është një amendim i kontratës së përmendur në pikën 1 më sipër dhe ka si fokus rritjen e volumit të shitblerjes. Sipas kësaj kontrate, Karavasta do të arkëtojë flukset fikse bazuar në çmimin e dakordësuar prej 81 eurosh për megavator. Pra, e thënë më qartë, Karavasta Solar ka lidhur kontratë me Keshin dhe më pas e ka amenduar disa herë për të shitur jo vetëm gjithë energjinë që prodhon, por edhe me çmimin fiks shumë herë më të lartë se tavani 55 euro i belës dhe sigurisht shumë më shtrenjtë se sa bursa. Po, çfarë faktojnë raportet vjetore të ERE për vitin 24 dhe 25, së bashku me raportet dhe dhënat e tregut të energjisë elektrike? Në faqen 37 të raportit, për vitin 24, jepen të dhëna në formë tabelare e prodhimit vjetor të impianteve fotovoltaik në Shqipëri. Poshtë kësaj tabele ka një shënim i cili zbardh të gjithë skemën abuzive dhe korruptive të Edi Ramës, Belinda Ballukut dhe ushtarit zbatues Ergjys Verdho. Energjia e prodhuar nga Karavasta Solar SHPK është përfshirë në prodhimin total të Kesh, pasi kjo e fundit ka lidhur një kontratë për blerjen e gjithë sasisë energjisë prodhuar nga shoqëria Karavasta Solar SHPK. Pra sipas ERE, Kesh i blen të gjithë energjinë e prodhuar kompanisë Karavasta Solar në kundërshtim me kontratën dhe kriteret e tenderit. Sigurisht për shkeljet që shqiptarët kanë parë deri më tani nga kjo qeveri, kjo shkelje ligjore do dukej e papërfillshme, por pasojat nga kjo kanë krijuar një abuzim në 10 miliona euro në kurriz të shqiptarëve, që duket se është edhe konkretizimi një kontrate të nisur me një ankant publik, e të finalizuar në drekat e takimeve në Paris dhe Madrid. Në faqen 97 të të njëjtit raport vjetor, tabela 60 sakson se sasia totale e prodhuar nga Karavasta Solar është 258.382 MW dhe i gjitha është bler nga Kesh me çmimin 65.33 euro për megavator, me vlerë totale 20 miliona euro, me TVSH.
Për të kuptuar faturën e korrupsionit, duhet i rikthehemi edhe një herë marrëveshjes së blerjes së energjisë sipas dokumentit të ankandit, kontratës me ministrinë, kontratës me FTL-n dhe kontratës të ndryshuar për gjoja optimizim të kesh. Ishte 24.89 euro për megavator për sasinë që do prodhojë nga kapaciteti 70 mega i instaluar, që është gjysma e prodhimit total. Atëherë, aritmetika nuk mund të gaboj. Sipas erës, çmimi mesatar ishte 65.33 euro për të gjithë sasinë prej 259.000 megavator. Gjysma e kësaj sasie është blerë sipas çmimit të përcaktuar në kontratë, 24.89. Për të kuptuar sa ka qenë çmimi për gjysmën tjetër të prodhimit, i cili do duhej që Voltalia ta shiste në treg, sipas çmimit të bursës, mjafton të bëjmë një veprim të thjeshtë matematikor. 65.33 minus 24.89 plus 65.33 baraz 105.77 euro për megavator pa TVSH. Pra, çmimi fiks me të cilin kesh i ka blerë gjysmën e prodhimit Voltalia është 105.77 euro për megavator, e dhënë që përkon edhe me kontratat e cituara në bilancin e kompanisë Karavasta Solar. Ky nuk është thjesht lajm, pra që sot u përmbyll me sukses, por ky është një çmim rekord besoj për të gjitha parqet energjetike. Pra, nga 24.89 euro që ishte çmimi rekord më i ulët në shpallin e ankandit, në nisjen e prodhimit dhe me ndryshimin e kontratës, çmimi shkoi në rekordin më të lartë që paguhet për energjinë elektrike që prodhohet nga panele fotovoltaike si në bursën shqiptare të energjisë, bursat europiane apo nga çdo blerës që në gjuhën tregtare njihet si off-taker. Sipas të njëjtës kontratë është realizuar edhe blerja e 259.000 megavatorëve të prodhuar në vitin 25, si dhe prodhimi gjatë vitit 26 deri në ditën që po transmetohet ky emision. Në raportin e erës për vitin 25, në faqen 15 shprehen: Për vitin 2025 përllogariten gjithsej 53 centrale fotovoltaike në prodhim, me ngritje progresive që prej vitit 2020, ku aktualisht 42 prej tyre zotërojnë kontrata për shitblerin e energjisë elektrike me FTL, 9 prej tyre operojnë në treg të lirë me çmim të parregulluar, si dhe shoqëria Karavasta Solar SHPK, e cila ja shet të gjithë sasinë e energjisë së prodhuar shoqërisë publike Kesh. Pra, nga 53 kompani që prodhojnë energji diellore në Shqipëri, e vetmja e favorizuar që ka kontratë me kesh dhe nuk shet në treg të lirë ku çmimi përcaktohet nga bursa, duke u favorizuar, është Karavasta Solar e Voltalias. Çuditërisht, në raportin e erë për vitin 25, zhduken të dhënat e çmimit me të cilin kesh ka bler energjinë të Voltalia. Por nuk është vetëm ere që fsheh të dhëna. Edhe vetë kompania Karavasta Solar nuk ka depozituar në QKB bilancet për vitet 24-25. Tani po bëjmë edhe një përllogaritje tjetër për shqiptarët dhe SPAK, pasi Edi Rama dhe Belinda Balluku e din përmendsh se e kanë gatuar vetë këtë skem vjedhje për llogaritë të Voltalia. Për vitin 24, parku fotovoltaik i Karavastas ka prodhuar 258.333 megavator. Gjysma, 129.000 është blerë me çmim 24.89 euro, në vlerën 3.2 milion euro. Gjysma tjetër, për te faktit që as duhet blije nga kesh, sipas Ballukut, nuk mund kalonte çmimin 55 euro, por ne, sot, për referencë, do marrim pikërisht këtë çmim për llogaritje. Nëse mbledhim dy vlerat, rezulton se për vitin 24, vlera totale pa TVSH që kesh do duhet i paguante Voltalias është 10.3 milion euro. Por, faktikisht, sipas raportit të erës, vlera pa TVSH e paguar për vitin 24 është 16.9 milion. Pra vetëm në një vit vjedhja shqiptarëve është 6.5 milion euro. E njëjta situatë është edhe për vitin 25 dhe 26. Kjo kontratë do të zbatohet për jo pak, por për 17 vite dhe nëse do përllogarisim në total vlerën, ajo shkon në 110 milion. Më shumë para se sa realisht vlen ajo energji, sipas çmimit të paraqitur si rekord nga Belinda Balluku, por edhe krahasuar me çmimin që kjo energji mund të blihet në bursë. 111 milion euro është vlera e investimit të kësaj kompanie në atë impiant, që me sa duket po ja bëjnë dhuratë shqiptarët për 30 vite. Por sa është çmimi vërtet për orët e prodhimit të energjisë elektrike në Europë dhe në Shqipëri? Sipas grafikeve për vitin 25 dhe 26, çmimi mesatar vjetor nuk e kalon vlerën 64 euro. Por shkeljet dhe abuzimet nuk mbarojnë këtu, pasi fatura e abuzimit është edhe më e lartë.
Në raportet dhe të dhënat e tregut të energjisë elektrike, pasqyrohet qartë edhe impakti i disbalancave që ka sjellë marrëveshja mes Kesh dhe Karavasta Solar. Ky shërbim në favor të Karavasta i ka kushtuar Kesh më shumë se 4 milionë euro. E të mendoni që Kesh kërkoi vetë të lidhte marrëveshje me Karavasta Solar me qëllim optimizimin e portofolit të tij. Këto shkelje flagrante të rregullave të tregut dhe favorizimi i Karavasta Solar ndaj të gjithë prodhuesve të tjerë me përparësi të energjive të rinovueshme ka rezultuar në shkeljet rregullore së tregut të Bashkimit Evropian, Regulation 2019-943, si dhe regulacionin e Komisionit 2017-2195 e nëntorit 17, për të cilat Sekretariati i Komunitetit e Energjisë në 18 dhjetor 25 ka njoftuar zyrtarisht Shqipërinë për largimin e saj sipas nenit 92 të traktatit, nëse nuk merr masa deri në 1 korrik 26. Si për koincidencë, për të rregulluar këtë shkelje të paralajmëruar nga tregu i BE, ashtu si në rastin e kryesimit të Komisionit të Ankandit me voltalje në Karavasta apo Spital, përfaqësuesi Belinda Ballukut është Enea Karakaçi. Sot Karakaçi, nga ushtari Belinda Ballukut, është shndërruar në pasardhësinë e saj e duhet menaxhojë ato 60% të buxhetit të shtetit që me sa duket ka dhënë edhe prova që ecën në gjurmët e shefes së tij. E në mos kjo kontratë për këtë park fotovoltaik është edhe auguri që e katapultoi në majat më të larta të shtetit shqiptar pas një background politik apo vendimarrës më parë në strukturat shtetërore. E bashkë me të, Ergjus Verdho, një tjetër ushtari, Belinda Ballukut, firmosi kërkesën që i hapi rrugë zhvatjes së 111 milionë eurove nga taksat e shqiptarëve. Ndaj dhe SPAK do të mjaftoj me hetimin e rolit të këtyre dy personazheve për të arritur deri tek urdhëruesit e tyre. Por ndërsa Karakaçi i Ballukut duhet të ndreqë problemet, në këtë periudhë shqiptarët kanë parë se si kryeministri Edi Rama vlerësoi para çdo fushate nga presidenti i Francës Emmanuel Macron për marrëdhënien e mirë mes tyre, por edhe për punët e mira që Edi Rama po bënte. Madje, Macron nisi shumë shpejt kuptohet me shqiptarët në gjuhën e tyre. Edhe për Shqiperin, popullin shqiptar, për liset linjusta e kaste veçanta që na bashkojnë, të për Evropën që dërtojnë me bashka. Rofke Shqipëre, rofte amicizia franco-shqiptare. A është bler influenca ndërkombëtare edhe mbështetja ndaj Edi Ramës nga ana e Emmanuel Macron me një kosto prej 111 milion eurosh në kurrizë të shqiptarëve? Këtë nuk mund të themi ne. Por duhet ta vlerësoni ju të nderuar shikues, siç SPAK dhe institucionet e drejtësisë ta hetojnë dhe gjykojnë, dhe mbase kjo s'ka për të marrë vesh kurrë, por ama një gjë është e sigurt. Dëmi i shkaktuar buxhetit të shqiptarëve nga kjo kontratë është 111 milion euro, ndoshta edhe më shumë. Dhe për këtë do duhet dikush që të mbajë përgjegjësi. Dhe institucionet e drejtësisë të veprojnë sa nuk është vonë, pasi çdo vit që kalon fatura vijon dhe shtohet. Por deri atëherë, lutuni që kryeministri Edi Rama të mos na shpall më eksportues energjie apo të njoftojë ndonjë krizë të radhës, sepse pas saj do të jetë sërish një tjetër projekt, qindra miliona euro në dëm të xhepave tuaj.